Shumë kush ka fillu me përdor inteligjencën artificiale për me u konsultu rreth ilaçeve të ndryshme, pa përshkrimin e mjekut, e që këto nuk janë thjesht vitamina. Edhe pse inteligjenca artificiale çdo ditë më shumë po sofistikohet, po a mujmë na me i besu këtyre chatbotëve për me marrë informacione tilla rreth ilaçeve? Një studim i publikuar në revistën shëndetësore BMJ Quality and Safety tregon se jo gjithmonë duhet me u besu këtyre chatbotëve për me marrë informacione rreth ilaçeve. Hulumtimi ka analizuar 500 përgjigjet e dhëna nga një chatbot për 50 ilaçet më të përdorura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E saktësia, plotësia mesatare e përgjigjeve ishte 77%, ndërsa pjesa tjetër kishte pasaktësi. Shumë përgjigje ishin të vështira për të kuptuar, kërkonin nivel të lartë shkollimi. Madje 22% e këshillave mund të qenin në dëmtim të rënd shëndetësor ose vdekje. Edhe pse chatbotët jepin përgjigje shumë të shpejta, ata shumë shpesh nuk i kuptojnë edhe pyetjet e pacientëve dhe mund të japin përgjigje të rrezikshme. Prandaj është thelbësore për çdo pyetje shëndetësore të drejtoheni dhe të konsultoheni me profesionist e kujdesit shëndetësor. Chatbotët e inteligjencës artificiale mund të na japin përgjigje të sakta për çështje të ndryshme. Mirpo, një gjë duhet ta keni parasysh se ata nuk i zëvendësojnë mjekët dhe farmacistët. Për informacione të bazuara në fakte, bëjeni subscribe hibridin në YouTube.